Allahu Azza wa Jall po thot në Kur'an: "E hasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë besuam, i besuam Zotit, u drejtuam në rrugën e Allahut, e ata të mos provohen? Jo, ata do të provohen. Pra çdo njeri, çdo besimtar që thot la ilaha illallah, ai hyn në një sprov tjetër. Sprovat janë të ndryshme, mirë po ai që e thot shahadetin dhe hyn nën ombrellën e Islamit, ai do të provohet ndryshe, sepse Allahu Azza wa Jall do më ngrit gradat tek ai. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, gjën më të çmuar që e ka njeriu është feja e tij. Thesarin më të vlefshëm që ka besimtari është besimi dhe imani i tij në Allahun e madhruar. Nuk ka asgjë të barabartë për muslimanin me fen dhe imanin e tij, sepse ai e di se lumturia dhe e ardhmja e tij varet prej fesë dhe imanit që e ka. Allah i madhruar na ka treguar në Kur'an se ai i sprovon besimtarët. I sprovon besimtarët me sprova të ndryshme dhe ka kërkuar prej atyre që të bëjnë durim dhe të jenë të qëndrueshëm. Mos të dobësohen në fen dhe imanin e tyre, në mënyrë që ata të pastrohen, të ngriten, të lartësohen tek Allahu Azza wa Jall dhe të arrijnë shpërblimin dhe kënaqësinë e tij. Besimtari sprovohet që të ngritet, ta fitojë një pozitë të lakmueshme te Allahu Azza wa Jall. Për ta kuptuar shembullin, për ta kuptuar po e ceki një shembull. Në miniera mblidhen metalet. Dhe, domethënë thyerjet që mlidhen që të bohen, në to ka metale të ndryshme, po ka edhe dhejë të thjeshtë. Për të i nda metalet dhe për të i nxjerrë prej atyre thyerjeve, atyre gurve, metalet e çmuara, po e zëm arin, duhet të shkohet me atë gur, me atë dhe në shkritore. Në shkritore, prej temperaturave të mëdhaja, ndahen metalet. Ndahen metalet e ndryshme dhe prej atyre metaleve është edhe ari. Ari, floriri, është metal i çmueshëm, është metal i pastër, është metal që shkëlqen. Pra për të kalu ari deri të pastrohet, duhet me kalu në për temperaturat larta. Gjithashtu edhe besimtari, që të shkojë te Allahu Azza wa Jall i pastër, i çmueshëm, i shkëlqyeshëm, i vizëllueshëm, ai duhet të sprovohet. Ai duhet të kalojë në përfaza që të arrijë pra vlerën tek Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall po thot në Kur'an: "E hasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë besuam, i besuam Zotit, u drejtuam në rrugën e Allahut, e ata të mos provohen? Jo, ata do të provohen. Pra çdo njeri, çdo besimtar që thot la ilaha illallah, ai hyn në një sprov tjetër. Sprovat janë të ndryshme, mirë po ai që e thot shahadetin dhe hyn nën ombrellën e Islamit, ai do të provohet ndryshe, sepse Allahu Azza wa Jall do më ngrit gradat tek ai. Sprova, si thënë, janë të ndryshme, janë të mira, po janë edhe të këqija. Apo, si me thonë, sprovat janë mirësit, po mund të jenë edhe musibetet. Dhe besimtari duhet të i rikarshi këtyre sprovave, dhe ndoshta sprovat e kënaqësive dhe mirësive të Allahut janë më të vështira për me i te kalua. Allahu thot në Kur'an: "Ne i sprovuam ata me të mira dhe me të këqija që të kthehen ata tek ne." Kush qëndron fort, kush nuk lëkundet dhe nuk devion, ruan fenë e tij dhe imanin e tij, zemra e tij i qetësohet në dinin e Allahut,
ati i vije ndihma dhe fitore në këtë botë dhe i vjen edhe shpërblimi i madh tek Allahu Azza wa Jalla në botën tjetër. Allah subhanahu wa ta'ala na paralajmëron pra që njeriu sprovohet, që Muhamedi alayhi salatu wasalam u sprovu, e qetësonte edhe Muhammedin alayhi salatu wasalam duke i thënë Kur'an se para teje i kemi sprovu edhe pejgamberët tjerë. Pra nuk je i pari që po sprovohesh. Allahu thot edhe para teje janë përgënjeshtruar pejgamberët. Edhe para teje nuk u besuan njerëzit pejgamberëve. Ata u keshtrajtuan, u maltretuan, ka prej tyre dhe që u vranë. Mirë po çka bën ata? Duruan derisa u erdhi ndihma jon. Në një ajet tjetër Allahu Azza wa Jalla thot, Allahu u ka premtuar atyre që besuan dhe bën vepra të mira se do të jenë pasardhës, do të jenë udhëheqës në tokë dhe do të i bëjmë të sigurt pasi ata e kaluan një fazë të frikës. Edhe nëse besimtarët, edhe nëse muslimanët e shohin këtë të vonuar, besimtari duhet ta pret ndihmën e Allahut Azza wa Jalla, padyshim duke i bërë sebepet e mira që të çojnë në fitore. Ai që duron dhe që ndron i palëkundur në fenë e tij, në imanin e tij, edhe nëse trupi i tij coptohet, edhe nëse shtëpia e tij shkatërrohet, edhe nëse fëmijët i vriten, e nëse pasuria i humbet dhe ati i merret jeta, ai ka fituar, sepse kjo botë është kalimtare, ndërsa jeta përjetshme, ajo ka vlerë tek Allahu Azza wa Jall dhe ajo është jetë e vërtet. Pra, sprovohemi. Kjo botë është botë e sprovave. Nga dhënimtar, kush është? Ai që çndron në këtë rrugë. Edhe nëse vritet, edhe nëse i humbet pasuria, edhe nëse i shkatërrohet çdo gjë nga kjo botë. Këtë bindje, pejgamberi alayhi salatu wasalam e mbillte në zemrat e shokëve të tij, edhe kur ata po torturoheshin e po vriteshin për hir të Allahut Azza wa Jalla. Ai kalonte pranë tyne dhe u thoshte, ju jepte si hariq për gëzime dhe myshde, për në xhenet. I tha Ammarit radiallahu anhu, i tha Jasirit babës së tij, kur ata torturoheshin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shprehet me këtë fjalë, thot gëzohuni o familja e Ammarit edhe Jasirit, se vend takimi juaj është xheneti. Vendi juaj është xheneti. Kur disa sahabi u ankuan për ashpërsinë e torturës, pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk u lut për ta më njëherë, po u tregoi që duhet të bëjnë sabër dhe u përmendi shembujt nga popujt e mahershëm për t'u mësuar aty në qëndrueshmërinë e fen, sepse fitoria do të vijë shpejt, qoftë në dynja, po edhe ajo në ahiret. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju tha pra disa sahabëve që erdhen, duke pushu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hijen e Çabës, dhe i thanë ja Rasulullah, pse nuk po bën dua që Allah të na largoj këtë sprovë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha, ka pasur njerëz para jush, të cilëve u hapnin gropa në tokë, i vendosnin brenda, pastaj u vinin sharrën në kokë dhe i ndanin në dysh. Por asgjë nuk i kthente kjo nga feja dhe besimi tyne. I krehnin me krehër të hekurt, që i futej deri thellë në kock, por as kjo nuk i kthente nga besimi tyre. Pasha Allahun, ai do ta përmbush këtë çështje, derisa udhëtari të udhtoj nga Sanaja deri në Hadramaut, pa pasur frikë përveç Allahut dhe ujkut për kopen e tij. Por ju po nguteni, mos u ngutni, bëni dua dhe çndroni. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i porosiste sahabët të çndrojnë të fortë e ai vetë jetë i përjashtuar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i thoi këto fjalë vetëm për sahabët e vetë të jetoj i qetë dhe rahat. Jo, përkundrazi, ai ishte i pari që vuante dhe vuante më shumë se të tjerët dhe duronte më shumë se të tjerët. Ai u ketë shtrajtua në Mekke, pastaj shkoi në Taif për gjet një përkrahje, një zgjidhje,
po edhe atje nuk gjeti për krahje. U përzu me fyrje dhe e sulmuan me gur derisa u gjakos pejgamberi a.s. Dhe në ato momentet të vështira që kishte me veti Zejdin, shërtorin e tij, Zejdi i tha: ku je të shku o pejgamberi Allahut? Dëshiron të kthesh në Mekë që ata na dëbuan, na larguan prej aty. Pejgamberi a.s. me plot siguri dhe rahati i tha: o Zejd, Allahu do të hap rrugdalje, Allahu do të na jep zgjidhje, Allahu do të na jep fitoren. Ai vërtet do ta ndihmoj fenë e tij dhe do ta ngëdhnjej pejgamberin e tij, po duhet sabër dhe durim. Ka ndodhur një ngjarje në kohën e pejgamberit a.s., një ngjarje e dhimbshme ku disa sahabi u ftuan nga një fis arab të u mësojnë fenë e tyne, të u mësojnë fenë islame. Gjatë rrugës për atje, ata u tradhtuan dhe u vran mbrapa shpine. Pra u tradhtuan dhe u vran. Ishin dikun 13 deri 17 sahabi, dietar, e dinin Kur'anin, e dinin fenë islame, prej dietarëve të sahabëve. Dhe njëri prej tyne, kur u vra, e pa gjakun që dilte nga trupi i tij, e preku gjakun dhe u gëzu dhe tha: fuztu wa rabbil Ka'be. Wallahi, thot, shpëtova, fitova pasha Zotin e Qabës. Ai u vra. Ai po kalon botën tjetër. Mirë, po kalon faqe bardh. Po kalon duke bën një vepër të mirë. Po kalon duke u vrarë në tradhti dhe jo duke bën ndonjë mëkat ky. Pra njeriu edhe nëse dëmtohet, edhe nëse humb, po qëndron në fenë e tij, në imanin e tij, ai ka fituar, edhe nëse dëmtohet pra në çështje të dynjas. Sikur pejgamberi a.s. të kishte mundur të i fliste njerëzve, besimtarve që vuan në këtë kohë, do të u thoshte: duroni si që kam duruar unë, qëndroni si që kam duruar unë, qëndroni në fenë tuaj si që qëndrova unë, besoni me bindje në ndihmën e Allahut si që besova unë, dhe do të fitoni si që fitova unë, e armiqtë tuaj do të mposhten ashtu si që unë poshten armiqtë e mi. Ai që jeton për veten dhe epshin e tij, e jo për fenë e për kënaqësinë e Allahut, ai jeton i vogël, i poshtruar, vdes i vogël, i poshtruar, dhe do të ringjallet i vogël dhe i poshtruar. Kurse ai që qëndron i palkundur në fenë dhe imanin e tij, ai jeton i madh, i nderuar, vdes i madh, i nderuar, dhe do të ringjallet i madh e i nderuar. Lusim Allahun Azza wa Jall të na falë dhe të na mëshiroj. Lusim Allahun Azza wa Jall të na jep forcë dhe sabër që të i tejkalojmë sprovat e kësaj bote. Lusim Allahun të na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.